Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet i përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë ja garantoj një shtëpi në periferitë xhennetit atij i cili i le polemikat, i le zënkat edhe nëse ka të drejtë. Subhanallah il adhim. Ky hadith madhështor na tregon neve që të jemi më tolerant ndaj vëllezërve tan musliman, apo motrat muslimane të jenë më tolerante për motrat e tyre muslimane. Subhanallah il adhim. Prandaj të jemi prej atyre që i falim njerëzit edhe nëse jemi me të drejtën tonë. T'i falim njerëzit edhe nëse e drejta qëndron me ne, edhe nëse ata na e mohojnë këtë të drejtë. Pra që të fitojmë këtë shpërblim madhështor nga Allahu, dhe ky garantim vjen vetë nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga vetja e vet, por shpallje që i shpallet. Prandaj të falim, të tolerojmë dhe ta lëm debatin dhe polemikën në mënyrë që ta fitojmë këtë shpërblim madhështor. Allahu ju ruajt, Allahu ju dasht.